Ministri e Punëve të Brendshme Albana Koçiu zhvilloi një vizitë në portin e Durrësit për të inspektuar nga afër masat e marra për menaxhimin e fluksit të lëvizjeve gjatë periudhës festave të fundvitit. Ajo theksoi rëndësinë e portit si një nga pikat kryesore hyrëse e dalëse të vendit, veçanërisht në këtë periudhë kur flukset e lëvizjeve janë të shtuara, si për shkak të kthimit të bashkëdetarëve për festat, ashtu edhe të qytetarëve që udhëtojnë jashtë. Kisha dëshirën që ta nisja nga Durrësit, duke pas parasysh që është një pikë shumë e rëndësishme për lëvizjet, hyrjet dhe daljet e qytetarëve, dhe sidomos duke ditur që jemi në fund vitit, edhe hyrjet daljet janë të shumta, si për qytetarë shqiptarë që jetojnë jashtë edhe vinë t'i kalojnë festat këtu, po edhe për ata që duan të lëvizin e të shkojnë të takojnë familje dhe të kalojnë festat e fundvitit jashtë vendit. Kështu që sigurisht që porti i Durrësit ka edhe densitetin më të madh edhe të lëvizjeve, po ndërkohë është një nga pikat kryesore hyrëse, duke shfrytzuar portin, por jo vetëm, edhe ndërkohë qyteti vetë që përgatitet për festat e fundvitit dhe sigurisht që siguria publike është në fokus. Në fakt, ne kemi thënë edhe më përpara, porti i Durrësit, por jo vetëm, edhe ai i Sarandës do të kenë edhe një investim të rëndësishëm që fillon në fillim të vitit që vjen, duke investuar këtu edhe me portat elektronike hyrëse dalëse që do ta lehtësojnë akoma më shumë lëvizshmërinë e qytetarëve, por me që jemi në fundvit, në fakt një informacion lidhur me gatishmërinë e forcave të policisë shtetit që kanë shtuar tashmë jo vetëm prezencën fizike në pikat kufitare, por ndërkohë edhe sportelet në rastet kur do të jetë e nevojshme, me qëllim që t'i garantojmë hyrje, dalje, lëvizshmëri sa më të lehtë të gjithë qytetarëve që vinë apo që lëvizin për jashtë vendit. Koçiu informoi për gatishmërinë e shtuar të strukturave të policisë së shtetit, të cilat kanë forcuar praninë fizike në pikat kufitare dhe kanë rritur numrin e sporteleve në rast nevoje. Ministra theksoi edhe rëndësinë e bashkëpunimit rajonal, duke bërë të ditur se gjatë fundjavës ka zhvilluar bisedë me homologun nga Kosova për bashkërendimin e punës në pikat kufitare toksore. Do duhet thënë se në fakt është koordinim ndërinstitucional, pra është policia e shtetit, por ndërkohë është dogana shqiptare, është autoriteti portual, janë të gjithë institucionet dhe strukturat që ndërveprojnë me njëra tjetër me qëllim që të lehtësohet e gjithë fluksi dhe gjithë shërbimi që merret në fakt në këto sportelet këtu. Normale gjithë fluksi, përvallimin e fluksit, pra duke respektu plotësisht edhe rregullat e sigurisë, qoftë në vajtje, qoftë në ardhje, janë marrë të gjitha masat. Në rastin kur kemi ardhjen, procedurat janë më të shpejta, në ndërkohë që kur kemi vajtjen dalin nga Republika e Shqipërisë, kemi marrë masat që kemi liru hapësirën tek pjesa e automjeteve të rënda që të mund të ketë vend edhe për pritje derisa të bëhet vajtja. Nga ana tjetër duhet të kemi parasysh që pothuaj edhe Republika e Kosovës, edhe Republika e Maqedonisë tashmë në këtë festë që të gjithë nga ana perëndimit e marrin përmes Durrësit, pra të gjithë pasagerët kalojnë nga kjo pikë. Prandaj ky dyfishim në një mënyrë është edhe në shërbim të dy republikave tjera fësinje që ka Republika e Shqipërisë. Në fakt, unë në fundjavë zhvillova edhe një bisedë me homologun tim kosovar, edhe pikërisht për të bashkërenduar punën e përbashkët për pikat kufitare dhe toksore, sepse deti është një pikë, po ndërkohë pikat kufitare toksore janë gjithashtu të rëndësishme edhe kufi me Malin e Zi, me Kosovën, me Maqedoninë, kështu që edhe bashkëpunimi me fqinjet është shumë i rëndësishëm në këtë periudhë. Koordinimi ndërkufitar përfshin edhe pikat në Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut. Ky koordinim synon për shpejtimin e procedurave në të dy anët e kufirit në shërbim të qytetarëve. Duke u ndalur te sfidat e qarkullimit rrugor në qytetet si Durrësi dhe Tirana, ministra siguroi se të gjitha autoritetet janë në gatishmëri me synim që qytetarëve t'u garantohen festa të qeta dhe të sigurta.